Gjatë periudhës testuese të sistemit të ri të video mbikëqyrjes, qyteti i sigurt është regjistruar deri tani shkelja më ekstreme. Një drejtues automjeti që lëvizte me shpejtësi të pabesueshme prej 231 km/h në qarkoren e Shkupit. Rasti ka ndodhur më 1 dhjetor dhe informacioni u konfirmua zyrtarisht nga shefja e sektorit për punë të komunikacionit në MPB, Maja Arsovska-Manov, dhe këshilltari shtetëror në kabinetin e ministrit Vladimir Velkovski. Ka drejtues që i shohin rrugët si pista garash. Kjo tregon edhe njëherë se na nevojitet një sistem që funksionon 24 orë, jo vetëm kur ka patrull në terren. Gabimi me një shpejtësi të tillë zakonisht përfundon tragjikisht, jo vetëm me gjop, ka thënë Velkovski. MPB njoftoi se ditën e dytë të testimit të sistemit është vërejtur rënja e ndjeshëm e shkeljeve. Nga 110.000 të regjistruara më 1 dhjetor, numri është ulur në 50.652 shkelje brenda 24 orëve. Shpejtësia më e lartë e regjistruar ditën e dytë ka qenë 209 km/h, ndërsa shpejtësia më e ulët për të cilën është lëshuar gjop ka qenë 51 km/h. Më shpesh është vozitur me shpejtësi të lartë në dalje të Shkupit drejt Tetovës dhe në bulevardin Nikola Karev. Sa i përket kalimit në dritë të kuqe, numri më i madh i shkeljeve është regjistruar në kryqëzimin mes rrugëve Cvetan Dimov dhe John Kennedy.